Të shënosh penaltin ndaj këtyre portierëve ka qenë thuajse pamundur. Në vazhdim i gjeni 4 gardianë të portave, që kanë pritur më së shumti penalti në historinë e futbollit. E nisi me Manuel Neuer. Legjendari Bayern München ka arritur të ndalë plot 26 penalti të kundërshtarëve gjatë karrierës së tij të bujshme. Në vendin e tretë gjendet legjenda e futbollit italian dhe botëror Gianluigi Buffon, i cili ka arritur të ndalë 30 penalti. Pozita dytë është rezervuar për një portier të veçantë. Bëhet fjalë për Samir Handanovic, ish gardianin e Interit, i cili ishte i njohur gjatë tërë karrierës së tij për analizimin interesant që i bënte penaltive. Ai ndali gjithsej 38 çast në Serie A dhe mbetet rekordmen i padiskutueshëm në futbollin italian. Prijes i kësaj liste është Rogerio Ceni, i cili ka arritur të presë mbi 40 penalti, por kjo nuk është e gjitha. Gjatë karrierës së tij ai numëron gola më shumë se sa disa lojtarë të njohur, sepse në emrin e tij janë shënuar plot 131 gola, një karrierë për t'u mbajtur mend. Nëse pëlqen kontenti që bëj, bëma follow.